Nuk e di çka është, unë e di që numrat e LDK-s nuk janë kompakt. Nuk shkojnë as ka vetëvendosja komplet, as nuk shkojnë as ka opozita komplet. Çdo çështje. Unë mendoj që votën kompakt e ka veç Partia Demokratike. Në qoftë se jetë koalicion me LDK-n. Edhe ata deputet e Aleancës. Edhe lumi pa Fatmirit. Pa Fatmirit. Po Fatmirit. Varet që shindojnë postet. Se për shembull në PDK kish me pas shumë përqarje nëse ja dhojnë LDK-s kryeministrin. Jo, s'kish pas koalicion ashtu. Ku kish pas përqarje? PDK. Nëse e japin kuj? Lumirit. Lumirit. Okej. Thashmë se PDK mundet me sakrifiku edhe PDK ka sakrifikuar shpesh. Ka me kjo. Kur s'ka pas të lashë. Diskutohet kjo mekanizma ka me në lehtë. Vetëvendosja nuk i ka një farë paranoje, ndoshta ka drejt me qatë paranojë, ndoshta ka drejt me qatë kujtes, po menën që Fatmiri me bu kryetari parlamentit, kur kryet mandati Vjosës, ai bëhet president janë 1 muj, 2 muj, presidenti përkashëm, se i takon si pas postit. Edhe ai masnena mundet me buna një farë makinacioni që e dëmton vetëvendosjen. Jo, a di që nuk e kanë frikë. Frikën e kanë që në momentin që votohet Fatmir Lima, nuk e voton qeverinë e VV-s. Në momentin që zgjidhet kryetara e kthehet ka opozita. Kjo është frika kryesore. Po s'ka. Edhe unë mendoj që është shumë legjitime e frika se çashtu do të ndodhte. S'ka legjitime. Çashtu do të ndodhte. Jam i bindur për këtë gjë që ashtu do të ndodhte. Kjo është arsye që se kanë informacion, është informacion që është diskutuar në zyrët e vendosjes. Edhe ka shumë të drejtë kjo paranojë. Nuk është paranojë. Nuk është paranojë, është kogja. Nuk fiton zoti Limaj ashtu se më kon që fiton, ashta e kishë... Po në menoj që zoti Limaj nuk fiton as knesa ne, zoti Limaj kjo paranojë edhe është, por është paranojë prezente. Po, është gjendje faktike e mendësisë. VV-ja ose deputetët nuk e kanë pranuar pabesimtari edhe prebesi Fatmir Limaj me qenë kryekuvendor. Pse, çka ka të keqe? Vetë deputetët e vetëvendosjes nuk e kanë pranuar. Një pjesë e tyre. Me qenë kryekuvendor. Me qenë kryekuvendor. Do nuk menoj që ka zgjidhje për mos me u votën, ata për shata e kanë bo. Kangec edhe Limaj nuk është kandidat për me qenë kryekuvendor. Dhe si shenjë që unë mendoj që ndoshta është e përgatitur në pak edhe pej grupit të ministres së drejtësisë ose nga deputetja kusori ose grupi i saj që të jetë kandidate Albulina Axheu, si gruaja më e votuar në vetvend